Përshëndetje Shpresa, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje juve dhe faleminderit për ftesën. Kemi shumë vlonjat në fakt në Solo Intervista, siç kemi edhe qytete të tjera, po mbasi nga që jemi edhe afër Vlorës. Por kush është Shpresa, mund na thuash diçka dhe çfarë bën ajo në jetën e përditshme? Se kush është Shpresa, unë do them sa më pak, sepse unë kam rreth shoqëror dhe më njohin vetëm pak. Jam autore për fëmijë dhe jam një zë akademik. Shpresa Fundo Gjergji. Jetoj në qytetin e Vlorës, por me origjinë korçare. Dhe këtu kam gjithë aktivitetin tim, këtu kam jetuar pothuajse gjithë jetën time. Vlorën e dua aq shumë sa sytë e ballit. Më pëlqen shumë jeta këtu, kam rreth të gjërë shoqëror, më duan, i duaj, respektoj, respektin e mban me njëri tjetrin. Atëherë thatë që jeni edhe akademike. Çfarë do tregoni diçka nga jeta juaj akademike, kërkimet tuaja? Sa më pak doja të ndalesha te kjo pjesë, sepse më pëlqen shumë ajo pjesa e autores për fëmijë, por unë do të thosha që unë mbaj titullin doktor i shkencave në kërkime gjuhësore dhe me shumë artikuj shkencor, unë kam qenë pjesë edhe jam në revista prestigjioze, në gazeta, tek Albanian Post, te Fjalë e Lirë, në Galaxy Poetry në Bruxelles, tek Gazeta Rënjët jam dhe pjesë e bordit, në Akademikus jam pjesë e editor dhe kohët e fundit unë vazhdoj të jem moderatore e kulturës në radio Bruco Broadcast Radio. Atëherë Shpresa, sa e vështirë është gjuha shqipe për një shqiptar? Shqipja është shumë e bukur dhe është e vështirë që ta mësojnë, por jo shqiptarët duhet ta mësojnë se kanë gjuhën e nënës. Nëse bëhet fjalë për shqiptarët vendas, ata nuk duhet të mos e dinë shqipen. Dhe mua vjen shumë keq, sidomos në rrjetet sociale ndodhin problematika nga më të ndryshme me shkrimin e shqipes. Madje edhe ata që mbajnë veten për poet, për shkrimtar, aty çalon, më vjen keq, domethënë kur syri im kap gjëra gabime drejtshkrimore. Por ajo që unë dua të theksoj është tek fëmijët që jetojnë jashtë atë dheut. Tek ata fëmijë ku prindrit e tyre janë prirur të diskutojnë ose të debatojnë apo të komunikojnë në familje me gjuhën e atij vendi ku jetojnë. Dhe kjo është e dhimbshme sepse e lën fëmijën bazdore dhe nuk ja mësojnë shqipen që në vogli. Dhe duke qenë që në vogli nuk e merr fëmia, e ka pak më të vështirë më mbrapa, por shqipja është shumë e bukur dhe për fëmijën shqiptar nuk është asnjëherë e vështirë. Atëherë para se të mendoj unë të bëj këtë. Kurse për të huajt është e vështirë, është sepse shqipja ka goxha punë për ta mësuar të huajt. Okej, po unë fakti kisha në kuptimin e të shprehurit në shqip, e kanë çik të vështirë shqiptarët sepse edhe nuk mbase nga nuk lexojnë, po kjo ngelet për tu parë. Jo, unë do thosha shpesh një pjesë e mirë e shqiptarëve nga që dinë anglishten, fillojnë të bëjnë ato ngatresa, të fusin anglicizma brenda shqipes dhe aty fillon të komplikojnë gjërat. Por nëse do të jenë të vëmendshëm, nuk është e vështirë që të dish ku ta vendosësh ën. Ajo është gjithmonë më e vështira. Sepse është shkronja që nuk e kanë gjuhët e tjera. Atëherë, para se të vija këtu, në një ambient që është pak më i qetë, të shkallët e pallatit, djali bashkë me komshinët që kanë ardhur tash disa nga Italia, të tjerë nga Greqia, edhe një dy komshinj, pak fëmijë që kemi aty në pallat ishin ulur dhe po lexonin librin tënd, atë që një nga ato botime. Po. Harrova të bëj një foto, po ishte shumë interesante dhe nuk i ngacmova. Dëgjoj po, bravo. Edhe i lash. Ne kam këtu me vete. I lash. Sepse me këto identifikojmë tani unë. Unë jam Gjyshe Shpresa, që bëj emisionin në Bruco Broadcast Radio me libra dhe prozat e mia. Mendova se ishin të faqe parë, po e kishin kaluar gjysmën e librit dhe nuk i ngacmova. Edhe i kam lënë janë atje akoma, po lexojnë, uroj që ta kem mbaruar.
Dhe kemi gati librin tjetër pastaj se kemi bërë me çmime. Si mendoni ju Shpresa? A është në vazhdimsi tradita e bukur e letërsisë për fëmijë, po themin e nga Gjubushaka e letërsisë për fëmijë? Po, e kuptova pyetje. Po. E para njëherë është që unë dua të identifikohem që kam shkruar familja Rosmaku, është një trilogji me familjen Rosmaku dhe këtu gjithë personazhet janë të identifikuar me emra, ku fëmijët gjejnë vetveten në cilësitë e tyre dhe më pas unë kam shkruar Tak Trokitit Dera, e cila evokon kulturën tonë, dëshirën për të trokitur dera, sepse po na humbet trokitja e miqve, gjithmonë më pak ne në derën tonë nuk trokasim njerëz. Jemi shumë të mbyllur. Edhe fëmijët po ashtu po i risim të mbyllur. Dhe në këtë mënyrë unë do të vazhdoj akoma të botoj libra të tjerë, jam gati për të nxjerrë një tjetër tashmë afër. Dhe dua të them që të gjitha janë si një mision për të dhënë një pjesë nga vetja ime, nga energjia ime në edukimin e fëmijëve. Dhe nëse ne do të shikonim librat e sot që ekzistojnë nëpër librari, nëpër biblioteka, janë librat e mëparshëm ose librat të përkthyer nga jashtë. Këto janë ato që dominojnë tregun. Ndërkohë që dua të them me keqardhje, pavarësisht vlerave që kanë të gjithë shkruesit e librave për fëmijë ose autorët apo shkrimtarët, edhe të mëparshëm dhe me emra të dëgjuar, me fëmijën e sotëm ka një dilemë të madhe, sepse libri duhet të bëjë komunikimin e duhur dhe librat e realizmit socialist apo të periudhës së atërshme, a mund ta bëjnë komunikimin me fëmijën e sotëm ata që bënin komunikimin me fëmijën e atërshëm? Ja, do përkthime. Domethënë ekziston një lloj ndeku, apo jo? Po. Është dhe logjika në këtë mes. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse sot unë e kam shprehur dhe në vend tjetër, ne nuk ecim më me hapin e kohës si na thosh partia dikur. Por ne ecim me megabajt. Teknologjia ka bërë përparime të tilla që na ka vënë përpara situatave të tilla, që ne duhet ta marrim në dorë këtë situatë për ta vendosur prioritet në edukim. Dhe pikërisht ajo na bën neve që librat e sotëm të kenë element teknologjik për të bërë komunikimin me fëmijën e sot. Dhe librat e mi e kanë. Janë të vetmit libra që janë botuar së fundmi dhe kanë një diçka të vogël, dhuratë, si bizhu, e cila faktikisht nuk është e vogël, por është jashtëzakonisht e madhe. Pse? Sepse nëpërmjet një kodi që ekziston. Po. Aty futesh brenda emisionit, të gjysh Shpresa tregon dhe libri rrëfehet, ka fjalët, ka ritmin e zërit tim, do me thënë libri flet, dhe brenda rrëfenjës ka secili personazh ka këngën e vet. Do me thënë, libri është multimedial dhe vjen me fjalë dhe me muzikë për të treguar fëmijës që librat e sotëm duhet të kenë element të veçantë për t'i tërhequr ata. Se është e vështirë që fëmijës së sotëm ta detyrosh ta bëjë një gjë. Ai duhet ta pëlqejë atë që duhet bëj. Dhe që ta pëlqejë duhet të ketë element të tillë që e tërheqin. Dhe këta kanë këtë element. Ka dhe libra të tjerë, unë kam dëgjuar Rovena Rozhani për shembull është goxha e dëgjuar në botën e fëmijëve. Por unë dua të flas për librat e mi sepse ata kanë elemente të tillë multimedial dhe mbi të gjitha kanë një lloj brumi gjuhësor që është shkruar në vargje dhe fëmijët në vargje i mbajnë mend. Është shumë e bukur kur vargjet rimojnë dhe në këtë mënyrë fëmia mban mend personazhin, ku vajti, ku shkoi, çfarë bëri, cilësitë,
dhe janë të lidhura të gjitha me njëra tjetrën, duke treguar prazën, duke folur mbi atë që unë kam kapur si ide. Pra janë me vargje. Pjesa dërmuese, sepse ka edhe pjesë që është në prozë. Do me thënë, ajo ndërthuret edhe me prozën dhe me vargun. Ja. Kjo është e veçanta e librave. Pra janë multimedial dhe kanë një gjuhë të thjeshtë për fëmijë deri në 8 deri në 10 vjeç. Kanë ide shumë të bukura brenda, kanë cilësi të personazheve që i tërheqin dhe mbi të gjitha kanë një lloj ilustrimi të jashtëzakonshëm, sepse dhe ajo krijon impaktin e parë në sapo fëmia e shikon librin. Janë votuar tek Erik Botime, redaktore kam miken time profesor doktor Shpresa Delia, dhe librat vinë të mrekullueshëm, të këndshëm, me një kopertinë të bukur, siç i vutre. Edhe me një, po. Atëherë, jemi takuar herën e fundit në Hekal. Folët ju, folën dhe shkrimtarë dhe poetë tjerë, dhe komuniteti dëgjoi me shumë vëmendje. Nuk e prisej që komuniteti ishte kaq i jetur për mendimet tuaja. Juve me çfarë përshtypjesh u larguat nga Hekali? Atëherë unë më duhet të them së pari që unë nuk është hera e parë që shkoj në Hekal. E para njëherë vetë Albana kishte nxjerrë në rrjetet sociale që kush ka mundësi të kontribuojë me libra për bibliotekën e Hekalit. Dhe unë isha një nga ato pa e njohur. Nuk e njeh më përpara Albana Shalën, që e respektoj dhe e përshëndes. Sapo dëgjova këtë gjë, unë kam një bibliotekë goxha të bollshme me libra. Unë nisem nga Vlora di. Dhe aty ku unë kisha mundësi, zgjodha disa libra për bibliotekën e Hekalit. Dhe plus atyre çova dhe librat e mia për fëmijë. Ndërkohë që unë e bëra këtë gjest edhe i kërkova Albanës që unë do të dhuroj libra për bibliotekën e Hekalit, Albana mori vesh kush isha unë, se nuk më njinte, siç e thash, dhe nga që isha një autore për fëmijë, më ftoi që të bënim një aktivitet me fëmijët e Hekalit. Dhe aty janë mbledhur fëmijët dhe ne kemi vizatuar, kemi kënduar, kemi kërcyer, kemi dëgjuar rrëfenjën dhe nuk e ke idenë se sa aktivitet i bukur që ka qenë, sepse unë shkoj shumë tek fëmijët dhe bëj aktivitete të tilla për promovime të librave. Ishte një gjë e mrekullueshme dhe ajo që mua më tërhoqi nuk ishte vetëm pjesëmarrja e fëmijëve, ishte edhe pjesëmarrja e prindërve të tyre. Domethënë, aty nuk ishte vend ku të uleshim dhe fëmijët u përhapën mbi atë qylymin, atje morën dhe vizatuan rosmakët e mia aq bukur dhe treguan ato aftësitë e tyre kreative, sepse fëmijët duhet i futesh në punë që të punojnë, të kërkosh që atë botën e tyre ta derdhin atje si e mendojnë ata, dhe ne kaluam kohë shumë bukur në Hekal. Mbas kësaj, që unë u njoha me Hekalin, unë u njoha me Bylisin. Neve bëm një vizitë në Bylis. Unë nuk e kisha parë përpara Bylisin, ishte një mrekulli, ishte një qytet i madh që fliste në heshtje. Dhe unë pas Bylisit, se unë shkruaj shumë poezi, kam shkruar poezi për heshtjen, se si heshtja është në progresion, se si heshtja flet, se si heshtja më bllokon, më jep energji, domethënë në të tëra forma, dhe shkruajta edhe për Bylisin, që është një dashuri e madhe. Që unë rash në dashuri me Bylisin. Dhe më mbrapa, me Bruko Broadcast Radio, unë bëra këngën e fëmijëve për Bylisin. Që është shumë e bukur. Do të më ngasmoj Bylisin. Kënga e parë që është bërë për fëmijë për Bylisin. Dhe e përshëndes drejtuesin e radios, Vasko Bruko, jam shumë e lumtur që bashkëpunoj me këtë radio. Ndërkohë që edhe në një takim tjetër me Olimbi Belaj, e cila është një shkrimtare dhe gazetare e njohur, është prej vendit aty, por jeton në Tiranë, erdhi bëri një takim dhe unë isha aty pranë. Aty diskutuam
dhe vendosën fëmijët të bëjnë pjesën kreative dhe fëmijët, unë jam çuditur, jo për faktin se çfarë bën fëmijët e Ekalit, por për faktin se fëmijët e sotëm, unë kam qenë vetë mësuese, por fëmijët e sotëm kanë aq shumë botë brenda vetes sa ne u dham atyre tema të ndryshme dhe ata bën poezi direkt. Do me thënë, bota e fëmijës është si ai sfungjeri, sa më shumë i hedh, më shumë ka, më shumë merr. Dhe mbas Olimpis, unë isha në takimin që ishim dhe së bashku, me 4 të ftuarit me shumë respekt edhe për ata, dhe unë Hekalin e kam për zemër, nuk rëndohem asnjëherë kur më thot Albana ne kemi një takim, unë zakonisht edhe në Vlorë ne kemi takime, aktivitete të ndryshme dhe jam prezente, por Hekali është një pikë shumë e rëndësishme në zemrën time. Do të thënë të dy jemi bylinit tash, një herë në muaj do takojmë në Hekal. Mendoni se këto takimet, po themi ne, duhet bëhen institucionale, jo vetëm individuale, pra vetëm po themi aktivitetet të personave të caktuar si në rastin konkret Albana Shala apo pronari Radio Broadcasting që nisen nga dashamirësia. Pra, do ishte më mirë sikur këto të ishin bazuar në institucione, biblioteka publike, kuptohet kjo publike është, pra biblioteka publike Vlorë në bashkëpunim me këtë të Hekali dhe me biblioteka të tjera, me artistë, me shkrimtar. Unë ndjej një lloj indiference nga pjesa e institucionit, por nuk mund ta mohoj që Bashkia Vlorë bën aktivitete në mënyrë institucionale. Nuk mund ta mohoj, ne kemi një drejtoresh të qendrës kulturore shumë të apasionuar pas aktiviteteve. Janë hapur ekspozita të shumta, aktivitete me autor tekstesh, promovime, librash. Unë kam marrë pjesë, secili bën punën e vet. Unë e shoh mision, bëj pjesën time. Atje ku ka mundësi të depërtoj. Atje ku nuk ka mundësi, tërhiqem. Asnjë gjë nuk është kështu e drejtë, e shkruar, e vulosur, si ta them, si të vi. Mjafton që në shpirtin tim është një lloj misioni që unë të marr pjesë dhe të jap energjinë time aty ku unë jam fokusuar tani tek fëmijët, sidomos. Edhe tek gjuha patjetër. Tash e kam çik me merak këtë gjuhën. Unë e them shpesh, se unë jam mësues muzike, që lënda më e vështirë nuk është matematika, është gjuha shqipe. Duhen nxitur një çik më shumë nxënësit. Duhen nxitur në aktivitete të ndryshme, talentet e ndryshme, është shumë e rëndësishme, se talentet janë të fshehura. Unë tërkohën kam qenë natyrë që kam studiuar, po asnjëherë nuk kam qenë shumë e hapur në ato që unë kam ditur ose në kapacitetin tim që ta tregoj me të gjitha mundësitë, sepse duke qenë pak si jo s'më kanë patur shumë qejf nga mbiemri, sidomos në periudhën e realizmit socialist. Unë jam produkti periudhës së demokracisë, sepse komunizmi më ka vënë këmbën, kur i thonë, dhe këtë periudhë jam afirmuar në studimet e mia. Mendoj se njeriu duhet të nxjisë talentet. Nëse mësuesit nuk nxisin talentet, ato rinë të fshehura. Ashtu siç ndonja unë 50 vjet e fshehur. Dhe më pas mendova, unë gjithë të energji, gjithë të gjë që kam brenda vetes, duhet ta shpreh, duhet ta jap, duhet ta transmetoj. Dhe në këtë mënyrë fillova të shkruaja. Në fillim kisha artikuj shkencor se më duheshin për punën, dhe më pas fillova të shkruaja, të derdhja shpirtin tim në poezi, në vargje, dhe thash po, unë jam bërë gjyshe, kam një status tjetër tani, dhe hajde të bëj diçka për fëmijët. Edhe fillova ta bëj dhe po e bëj shumë mirë. Pra, duhet filluar që nga fëmijë me mësuesit në gjuhën shqipe të nxisin talentet. Kjo është e rëndësishme shumë.
Atëherë jemi në fund bisedës, Shpresa, kemi një mesazh për shqiptarët, shqip folësit, shqip dashësit. Atëherë, shqiptarët janë popull shumë i zgjuar, i mençur, kanë tradita shumë të bukura, mos t'i humbasin ato, kanë shpirtin shumë bujar, ta tregojnë kudo, mos tregojnë pjesën e keqe, se njeriu, si thoshte Hamit Beqja, edhe ëngjëlli dhe djalli janë brenda te i qalli, se do tregojnë pjesën më të keqe, të tregojmë atë më të mirën dhe të mos humbasin traditën, të bëjnë më të mirën dhe gjuhën tonë të mos e humbasin kur. Ajo le të transmetohet në brezat e tjerë dhe sado që kanë emigruar, kudo ku kanë vajtur, ti mësojnë fëmijët e tyre me gjuhën shqipe. Gjuha shqipe është nga më të lashtat dhe më të bukurat. Domethënë mua për gjuhën më thëm zemra, për Vlorën më them zemra, dhe fëmijët i kam pikë të dobët. Po Shpresa, të falenderoj për bisedën, të uroj suksese dhe sa më shumë prurje në letërsinë për fëmijë.